Kush mendon se opozita do të rikthehet në parlament nga frika e djegjes së mandateve? Dyshimet ja heq kreu i grupit kuvendor demokrat. Mos ta vej askush në dyshim këtë, sepse nëse ne do vendosim që rruga jon nuk është më në atë të ashtu quajturin parlament, do vazhdojmë të bëjmë opozitën në forma tjera. Dhe me sa duket, aty do të shkojmë, sepse nuk shot ndalet kjo majorancë. Komisionet hetimore të cilat veti kërkuan nuk i shohin si favore të shumicës qeverisëse, pasi për demokratët, ato janë detyrime kushtetuese që të majtët duhet i zbatonin muaj më parë. Pikërisht për këtë arsye ne jemi jashtë dhe pikërisht për këtë arsye kërkojmë që të ndryhen ndërkombëtarët, që kushtetuta dhe ligji mos bëhen pre e tekave të njërit apo tjetrit, që kur dua unë e zbatoj dhe kur nuk dua se zbatoj. Në kushtet kur ekzekutivi paralajmëron rritjen e çmimit të energjisë dhe taksat të reja, protestat janë në rendite dhe jo se i kërkon opozita, shprehet Edi Paloka. Kemi vetëm një vit që kemi ikur nga pushteti dhe nuk është synimi jonë rikthimi imediat në pushtet, por kur sheh se çfarë po ndodh në këtë vend me këtë qeveri, një qeveri që për ditë ju shton shqiptarëve taksat, jo vetëm kaq, po edhe tallën, thonë po ju rrisim çmimin e karburantit që të ruajmë shëndetin e qytetarëve. Po dëgjonit ministrin e ekonomisë që ka mbaruar për frëngjisht, thonte nuk do rrisim çmimin, por do ta ristrukturojmë çmimin. Dhe kujtojnë se shqiptarët janë budallë. Thash është alternativa e qytetarëve, jo opozitës. Unë mendoj që me këtë situatë që po krijohet, qytetarët do reagojnë. Pakënaqësia dhe revolta ndihet në çdo vend. Edhe ne mund të iniciojmë protesta, por unë mendoj që ne do i bashkangjitemi protestave të qytetarëve. Më 22 nëntor, sindikalistët kanë paralajmëruar zhvillimin e protestës së parë kundra rritjes së çmimit të energjisë, e cila do të ketë mbështetjen e opozitës.